sërb, edhe me munges të, ose me refuzimin e propozimit, rrjedhimisht mund ka obligu me dollë të paragrafi 7 i një 12 të rregullorës, që është shorti, mirë po me qenë se ishte kandidati vetëm, nuk ishte nevoj për short, dhe pas hedhjes në votim, po besoj që është legjitimu me 71 vota për 71 deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës e shohin këtë proces si legjitim dhe të drejtë, dhe rrjedhimisht është një drejtë e fituar kushtetuese nga nënkryetori 5 në këtë rast Nenad Drashi, të cilit i uroj suksese. E përket të punës së Kuvendit, çfarë mund të prezantoni nga Kuvendi atë të ketë seanca të radhës, kur të ketë seanca për eliminimin e përbërimit e grupeve parlamentare, po ashtu edhe të komisioneve parlamentare dhe ato nëse do të thonë mundësi Kuvendi i Kosovës ose legjislatura që të përkojë përgjigje për zgjedhjen. Unë e vash njoftimin për dorëzimin e grupeve parlamentare, e vash në brenda seancës, edhe i kanë 7 ditë nga dita e sotme. Kështu që pres nga gjitha grupet parlamentare të dorëzojnë ata në zyrën në kabinetin tim, kurse soi për këtë çështjeve tjera, unë mendoj që kemi tani një kuvend funksional dhe është rrjedhja e afoteve për zgjedhjen e qeverisë, që ju takon partive tjera tash të bëjnë diskutimet e më të tjerës. Realisht në rast se ju nuk e dëgjoni dhe tjetra nuk keni e qeverisë pak nga ajo që keni po deri tash, a keni diskutuar me nismën që keni thënë se do të diskutoni kur vjen puna për qeveri edhe çfarë me kënd tjetër doni me diskutu, ose a keni një shans për njërin e fundit deputetëve individuale? Është pyetje e mirë, po gjithsesi jo pyetje që do të më drejtu mua, do të më drejtu lëvizjes vetëvendosje. Për atë e kemi nën kryetorën, që po besoj edhe ajo ndoshta do të dalë në konferencë për shtyp, e cila përfaqëson lëvizjen vetëvendosje brenda kryesisë së Kuvendit. Pyetja e fundit. Do të shkoni me zgjedhje të jashtëzakonshme siç kërkon Partia Demokratike, zoti Krasniqi tha që duhet të shpërndahet kuvendi në farforme dhe vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ne kemi një kuvend të konstituar tani më. Unë uroj shpresoj që të kemi edhe një qeveri. Mirë po, kjo varet prej subjekteve politike dhe diskutimit që do t'i kenë. E mira e konstituimit është se tani rrjedhin afatet. Po me fjalë tjera nuk mund më me bloku kush afatet, rrjedhimisht e kemi 2 afat për kandidatin e parë, edhe për këtë mandator duhet ju drejtoni subjekteve politike dhe unë po besoj që i takon subjektit të parë, edhe kjo është tani më e definuar mirë, po për gjitha pyetjet ju duhet i drejtoni te subjekti parë, edhe uroj shpresoj që subjektet politike gjejnë bashkëpunimin, mirë kuptimin për të formuar qeverinë e radhës për cilën qytetarët kanë pritur kaq gjatë. Tregoni se vlerësoni vendimin e qeverisë detyrë për ndarjen e liçinave apo për shpërndarjen e kohë fushore. A është pyetje e mirë edhe kjo, po duhet m'ia drejtu qeverisë së Kuvendit. Faleminderit shumë e ju uroj punë të mbarë. Pati shumë pyetje të mira nga gazetarët, pak në ashtu i cilësoj Dim Albashi parlamentari, por që nuk gjetën përgjigje pasi ai tha që adresë duhet të jenë zyrtarët nga qeveria në detyrë dhe zyrtarët e lëvizjes së vetëvendosjes. Pra Dim Albashi tha se seanca së Kuvendit të Kosovës tashmë është konstituar dhe do të vazhdojnë afatet kushtetuese për formimin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Sipas tij, i takon mandatarit të parë pa lëvizjes së vetëvendosjes, mandatari i parë që është për 2 javë afat, ose më pas do të vazhdohet nëse nuk zgjedhet mandatari i propozuar nga lëvizja e vetëvendosjes si kryeministër, më pas do të vazhdoj edhe me mandatarin e dytë. Pra kjo është situata e sotme. Sipas Dim Albashis është në kryetari i ri Nenad Drashi me 71 vota dhe kësaj është konstituar Kuvendi i Republikës së Kosovës me kryeparlamentarin dhe nënkryetarit e saj. E me kaq ne japim fund këtij edicioni special kushtuar zhvillimeve në Kuvendin e Kosovës. Sigurisht do të shihemi në edicione të radhës mbi zhvillimet në Kuvend e Gjetiu në gjithë Kosovën. Mirupafshim. E vazhdojmë transmetimin live në këtë zhvillim të ri në Kuvendin e Kosovës. Kjo është Kosova Today, një tjetër edicion i saj. Është votuar, ka marrë votat për të marrë edhe postin e nënkryetarit Nenad Drashi, pra deputet që tashmë do të përfaqësoj shumicën serbe aty. Një debat tashmë ka lindur nëse gjithçka ka qenë kushtetuese apo jo, pra të gjithë deputetët apo kandidatët nga lista serbe të cilët u hodhën në votim nuk morën votat. Lumir Abdixhiku është duke folur e ta shohim bashkë këtë larimin e tij.
Institucionale e republikane. Prandaj lutem, për një pozitë kaq të rëndësishme, me u vanu na veç një ditë nuk është dashur.